Ka thënë fawejlun lil musallin, më thëmë mjerë për ata që falen, alladhina hum an salatihim sahun, të cilët ndaj namazit janë të pakujdesshëm dhe të harrueshëm ose harrestar. Do thotë nuk i kushtojnë rëndësi namazit. Wail e përmendëm në mësimet e kaluara, që do të thonë mjerim dhe shkatrim. Do thotë mjerë për ata që falen, mjerë, do thotë mjerim, humbje dhe shkatrim. Është përmendur për ata që e falin namazin, por të pakujdesshëm për namazin. Do thotë që nuk kujdesen ta falin kohën e duhur, nuk kujdesen që të jetë me xhamat, edhe nuk kujdesen për plotësimin e plot të shtyllave, të kushteve, paraprakisht shtyllave, obligimeve që i ka. Do të thonë, pra nuk kujdesen si edhe shohim me keqardhje, nuk kujdesen për mbulimin e auretit, nuk kujdesen për kryerjen e pastërtisë si duhet, që janë kushtet e namazit. Për këta ka thonë wailun lil musallin, do të thonë mirë për ata që falen dhe e bëjnë namazin këtë mënyrë. Atëherë çka thuhet për ata që nuk falen as pak? Do thotë padyshim se atyre u takon wail, mjerim i madh, humbje, dhe tham disa dietar thonë që wailun do thotë një luginë e xhehenemit, Allahu na ruajt. Do thotë ky kërcënim është për ata që falen dhe janë të pakujdesshëm. Dhe atëherë si është kërcënimi për ata që nuk e falin dhe as nuk mendojnë për namazin.